إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pas çdo adhurimi prej neve kërkohet që t'i kthehemi Allahut Azza wa Jall me kërkim falje. Kjo për shkak se njeriu kur e kryen adhurimin e tij nuk mundet asnjëherë që të jetë i përsosur edhe i plot, pavarësisht përpjekjes edhe mundit të tij. Ai mundohet, megjithatë ka mangësi. E për me u plotësu kjo mangësi prej neve kërkohet që të kërkojmë falje prej Allahut me qëllim që të plotësohet kjo mangësi. Plus asaj na nxit edhe më tepër në të ardhmen të mundohemi të jemi më të saktë edhe më të drejtë në adhurimin ton, po edhe ta largojmë vetpëlqimin prej neve. Se ka mundësi që njeriu kur i kryen adhurimet e tij të mendojë që ka qenë i përsosur dhe se adhurimi i tij është i plot. E kjo mund që ta çojë deri në vetpëlqim edhe dikur ta praktikojë veprën ose shfaqet si kryelart kundër qerve për shkak se ky është më i miri e qerë që më dopt edhe më të mangët. Prej neve kërkohet në përfundimin e çdo adhurimi. E keni pa edhe vetë namaz kur e përfundojmë namazin themi estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kjo për shkak se njeriu normalisht pavarësisht mundit ti që e ban namaz, ka ndonjë mangësi, o i ka ikë mendja dikun, o i ka shku zemra dikun, o ka ndonjë mangësi gjatë faljes namazit, prandaj kjo kërkim falje në fund ky istigfar, shpresojmë që ta plotësojë atë. E njëjta është edhe me muajin e Ramazanit. Ramazani pavarësisht asaj që ne jemi mundu edhe kemi dhënë sakrificë, megjithatë kemi mangësi shumë. Prej neve kërkohet që ta shtojmë istigfarin. Për shkak se istigfari e plotëson atë mangësi dhe e dyta, siç e përmenda, mos na hije vetja në qejf, se ne kemi bërë diçka që realisht është kulmi çdo gjëje, që nuk është e vërtetë. Istigfari është shumë i rëndësishëm. Në jetën e besimtarit në çdo aspekt. Në kohën e fitnave, në kohën e trazirave, në kohën e turbullirave, përveç asaj që e përmenda si i plotëson ato mangësi, në këto kohra ku jemi ne sot, ku ka turbullira dhe ka probleme dhe ka fitne dhe ka fatkeqësi, kërkohet për neve stabilitet në fenë e Allahut Azza wa Jall. E istigfari e shtonat. Për neve kërkohet që ta shtojmë më tepër istigfarin kur shtohen gjunat e tona dhe shohim përpara syve tonë se i bëhet mëkat Allahut Azza wa Jall. Sot kemi shumë gjunahe, mëkate plot. Për neve kërkohet që ta shtojmë istigfarin me qëllim që Allahu të na ruan edhe të na mbron dhe mos bijemi edhe ne në to, po edhe nëse bijemi, atëherë ato na falen me len Allahu xhel. Kur ka thatësi, nuk ka shi, edhe nuk ka borë. Prej nesër fillon stina e pranverës, pastaj do vije vera, ne gjithë jemi dëshmitarë se kohëve të fundit nuk kemi shi, edhe dimrit nuk kemi borë, nuk ka ujë. Do vije një ditë ku do kemi thatësi. E shohim që bujqet ankohen vazhdimësi se nuk ka bereqet edhe nuk ka ujë, nuk ka gjelbrim. A prej shiut varet jetesa e njeriut. Nëse shtohet istigfari me lenin Allahut, do ndryshohet ky realitet. Istigfari realisht është rruga e plot për ta përmirësuar fenë, për ta përmirësuar dunjën. Nuhu alayhis salam, kur ju drejtua popullit të vet, i porositi dhe ju tha: "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tha: "O ju populli im, kthejuni Allahut me pendim dhe bëni istigfar shumë, sepse Allahu me të vërtet fal shumë. Nëse ju i drejtoni Allahut me istigfar, Allahu do ju zbresë nga qielli shi me bollëk, do ju shtoje juve pasuri, edhe do t'ju jope edhe fëmijë. Dhe poshtu, Allahu u jep edhe kopshte dhe do ju jep edhe lumej.
Gjitha këto shkaku i istikfarit. Istikfar do të thotë që ti drejtohesh Allahut me kërkim falje. O Zot, kërkoj falje prej Teje. O Zot, kam gabuar. Edhe kërkoj falje prej Teje. Ti kur kërkon falje prej Allahut, ti realisht e pohon se ti je rob i varfër, i dobët, dhe kërkon prej Allahut i cili është i fuqishmi dhe i pasuri që Allahu ta falë gjunahun edhe të mëshiroj. Andaj, nëse ke problem në shtimin e rrezikut, kërko prej Allahut që Allahu ta shtoj. Mirë, po kërko me istikfar. Nëse nuk ke fëmijë, shtoj istikfarin. Nëse nuk ke pasuri, shtoj istikfarin. Nëse ka thatësi dhe ke nevojë për ujë dhe për shi, shtoj istikfarin. Nëse e shton istikfarin me lenin Allah, gjitha ato do të vinë. Erdhi një njeri te Hasan el-Basri, i cili ishte një prej dietarëve të njohur dhe të mëdhenj, ishte tabin janë gjenerata që kanë ardhur pas sahabëve, pas shokëve pejgamberit. Këta i kanë pas shokët e pejgamberit, por nuk e kanë pas pejgamberin Allah. Hasan el-Basri ka qenë dietar i njohur, vjen njëri i thot: "O imam, kemi problem me ujë, kemi problem me shi." I thot: "Kërko falje te Allahu xhel, bani istikfar." Vjen tjetri i thot: "O imam, kemi varfëri, edhe kam nevojë, nuk kam pasuri." I tha: "Bani istikfar." Vjen tjetri dhe i thot: "Nuk kam fëmijë ose kërkoj që të më shton fëmijët." I tha: "Bani istikfar." E njerëzit pranishmit i thanë: "Erdhën 3 persona me 3 kërkesa të ndryshme e njëjta përgjigje. Si ka mundësi?" Tha: "Kjo përgjigje nuk vjen prej meje. Po këtë përgjigje Allah Zotë e ka dhënë në surën Nuh, që e përmenda më herët, ku Allah Zotë do thotë e ka përmend rastin e Nuhit alayhis salam, i cili kërkoi prej popullit vet, nëse duan ata që Allah t'ju dërgojë shi me bollok, nëse duan ata pasuri, nëse duan ata fëmijë, nëse duan ata kopshte dhe lumej, nëse duan xhenetin e Allahut, me istikfar, me lenin Allahut, gjitha do arrijnë. Ta shprehësh istikfarin tua që astaghfirullah shumë e bukur. Edhe më e bukur është ajo gjuhë e cila nuk lodhet duke e shpreh. Keni pa njerëz të cilët e shqiptojnë vazhdimsi? Astaghfirullah, nuk lodhen. Pse se gjuha e tyre e do, shpirti kënaqet me të. Mirë, po më e bukur kur është? Më e bukur është kur ti thirr, i mëson, edhe mundesh, edhe ti nxitesh edhe qerë, që ta thuan atë forma ndryshme. Në për tokat arabe në përgjithësi, kemi pa shpesher që vendojnë tabela në për vendet ku prit, në sallat e pritjes, në për spital, në për shkolla, në për vende publike ose në shtëpi, ndojnë disa tabela ku shkruan në to që minutat e pritjes mbushin me istikfar. Nuk është problem për ty si musliman nëse e merr shkruan edhe shtëpinë tënde dhe ja rregujton familjes tënde për me bëj istikfar. Për shkak se është dobinë tënde, pavarësisht asaj se ndoshta ti nuk e thua, mirë po e thot gruaja, e thot fëmia, e thot edhe qetri, edhe përfitojnë gjithë, se shkaku i istikfarit dikujt, Allahu çon bereqet, edhe jep rrezik, edhe jep e bollok, edhe jep fëmijë, edhe jep shëndet, edhe jep gjithë ato të mira. E nëse ti mbush ato minuta me istikfar, me lenin Allah do i mbushësh edhe fletushkat e tua me vepra të mira. Fletushkat të cilët do hapën ditën e kiametit dhe ti ke për me lexu gjitha ato. E nëse gjen istikfar në ato me lenin Allah, për ty do jetë e rëndësishme, edhe kjo do jetë e mirë, për shkak se çdo e mirë për ty nuk kupton se ka lehtësim edhe ka shpëtim ditën e kiametit, një ditë që padyshim se kemi nevojë shumë për ta. Ato minuta, siç e përmenda, ti shtojnë të mirët, ti rrisin gradat, edhe ti fshin gjunat me len Allahu ta zotë. Pejgamberi sa sem tha, shejtani thot, pasha krenarin tënde o Zot, unë do vazhdoj që robërit e tu të joshit, të i mashtroj, që të hynë, futen gjunaje. E Allah zotë i kthehet dhe i thot, ati, pasha krenarin time dhe pasha madhërin time, sa do që ti mundosh, unë do a falje atyre deri sa ata kërkojnë falje prej meje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith tjetër, me një hadith kutsi që transmeton prej Allahut azza wa jall, tha se Allah azza wa jall ka thënë: o robërit e mi, ju bëni gjunohe dhe gaboni ditë dhe natë, edhe unë i fali gjitha gjunohet, përderisa ju kërkoni falje prej meje. Enes ibn Malik transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se Allah azza wa jall thot: o biri i Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe shpreson, unë do t'i fali gjitha gjunat e tua, dhe për këtë fare nuk mërzitem, o biri i Ademit. Nëse gjunat e tua e arrin kupën e qiellit,
Për mua kjo është e lehtë, unë i fali gjithë ato dhe fare nuk mërzitem, o biri Ademit. Nëse gjunahet e tua, ose nëse ti më vjen me gjunahet sa masa e tokës, dhe takosh me mua pa më përshkruar ortak, unë e vit e ti sa masa e tokës plot me falje. Kjo është Allah Zogjel. Prej neve kërkon që ne t'i kthehemi atij me istighfar, me pendim, një fjalë e shkurtër, e vogël, mirë po, me shumë kuptim. Për shkak se ai i cili e thot, ai e di se e ka një Zot i cili e dëgjon, dhe e di që e ka një Zot i cili i afal atij, dhe e di që e ka një Zot që është mëshirues edhe që fal shumë, pavarësisht gjunave, dhe pavarësisht mangësive, dhe pavarësisht gabimeve, ai megjithatë shpreson, andron edhe kërkon prej Allahut që t'ia falë gjithë ato. E lut Allahu që na bën prej tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Njerëzit ditën e Kiametit kur do ringjallen nuk do jenë gjithë njëjtë. Ringjallja dallon, do thotë qëllimi është mënyra edhe forma ose ringjallja e tyre për shkak se ashtu si kanë punu dhe ashtu si kanë vdekur, ashtu do ringjallen ditën e Kiametit. A ditë ka ftyra të cilat janë të zymta, të errta. Ka ftyra të cilat janë trishtuese. Ka ftyra të cilat janë të mërzitshme edhe janë pikëlluese. Ka ftyra të cilat realisht janë të lumtura, gëzohen, fytyrë qelur. Plus asaj shpresojnë shpërblim të Allah Zogjel. Këta persona të cilët janë gëzuar, edhe të lumtur, edhe të qetë, edhe të rahatshëm, edhe e shpresojnë shpërblimin e Allahut Azogjel. Edhe e dinë që Allah do shpërbleje për ato punë që i kanë punu në dunjë. Kush janë ata? Janë pikërisht ata që kanë kërku falje prej Allahut Azogjel. Ata janë që kanë kërku falje dhe kanë shpesher istighfar. Kanë hes ditën, estagfirullah. Kanë qenë makinë, vetur, estagfirullah. Në rrugë, estagfirullah. Kanë po një haram, estagfirullah. Kanë bo një gabim, estagfirullah. Në vazhdimsi, ditën edhe natën, gjuha atyre nuk është ndalë duke e përmend Allah në Zogjel dhe duke kërku falje prej tij. Pejgamberi se më tha, lumë për ata. Lumë për atë që gjenë në fletushkën e tij shumë istighfar. Lumë për atë. Lumë për atë që ditën e Kiametit kur del për Allah të Zogjel do gjeje fletushkat e tij shumë istighfar. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia tha, kush dëshiron që të gëzohet me fletushkat e tij, që kur t'i hapen ditën e Kiametit mos t'i shohë me të mbushura me gjuna, po t'i shohë me diçka që është e mirë dhe që e gëzon atë, le ta shpeshtoj istighfarin. Le të thot sa më shumë estagfirullah, 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 për shkak se ai këtë rast e pohon mangësinë e tij dhe e pohon që është rob i varfër. Dhe normalisht e pohon që e ka një Zot që është mëshirues, i cili fal shumë dhe i cili është i fuqishëm edhe është i pastër. Ajo që më shumë ti e gëzon një prind është kur fëmija e tij e kupton realitetin e istighfarit. Pse prindi gëzohet me këtë fakt? Gëzohet për shkak se pas vdekjes së tij shpreson se i biri i tij do lutet për të dhe do kërkoj falje. Normalisht ai i cili vetë dysohet fetarisht, edhe edukata e tij është edukat fetare. Edhe botkuptimi, perceptimi i tij është fetar. E di se për prindin e tij, pas vdekjes prindit, nëse ai lutet, lutja e tij me lenin Allah shpresohet që të pranohet. Për shkak se kur është një fëmijë i hajrit i dobishëm, edhe lutet për prindin e tij, shpresohet që lutja e tij bie shkak që prindi i tij të rritet grada, të falen gjunat, edhe të flladitet trupi i tij e shpirti i tij në varrësin të shkollë. Prandaj Allah Zogjel e përshkoi këtë realitet dhe tha: Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dhe ata thonë, një fëmijë i cili është i hajrit i devotshëm thotë, o Zot, mëshiroj ata dy prindërit e mi të cilët u kujdesën për mua dhe më edukuan kur isha unë fëmijë. Normalisht se këto fjalë nuk i thot secili. I thot ai i cili e di realitetin e edukimit, e di vlerën e prindit, edhe e di vlerën e duas së tij pasi që ndroi jetë prindi i tij. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se istighfari i fëmijës për prindin është i dobishëm, edhe është në favorin e prindërve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha që njeriu i rritën gradat, i rritet gradat.
I rritin gradat xhenetin e Allahut azza wa jalla dhe thot o Zot, prej ku kjo? Atëri tregohet atij dhe i thuhet, kjo është shkaku i istigfarit të fëmijës tënd. Ti ke ndruar jetë fëmijën e ke lënë në dunjë. Pastaj megjithatë fëmia jot vazhdon lutet për ty, fëmia jot jep sadaka për ty, fëmia jot bën istigfar për ty. E ky istigfar, kjo sadaka, ajo lutja e tij për ty janë shpresë, janë mëshirë, edhe rritën gradat xhenetin e Allahut azza wa jall. Andaj e jona mbetet që gjuhët e tona në vazhdimsi ta shqiptojnë këtë fjalë e cila është me pak shkronja mirë, po me shumë efekte. Qelc për shumë hajër dhe për shumë mirësi. Istigfari i hap shumë dyja. Istigfari është shkak që shlyhen gjunat. Istigfari është shkak që ngritën gradat. Istigfari është shkak që Allah zogjet çojë bereqet në pasuri. Istigfari është shkak që Allah çojë bereqet te fëmijët. Istigfari është shkak që Allah zogjet japet dyert e xhenetit. Istigfari është shkak që ta hapet diapazonin e diturisë. Istigfari është shkak që Allah zogjet çape qetësi. Istigfari është shkak që Allah zogjet çape rahati. Istigfari është shkak të i plotësojë mangësitë, dobësi që i ke pasën në adhurimet e tua, sikur se ne tash që kaluam me Ramazanin dhe kemi pas shumë dobësie, shumë mangësi edhe shumë gjunoje, me istigfar, me lenë Allah shpresohet që gjithat mbulohen ato, e ai i cili mundohet, përpiqet, me lenë Allah nuk ja humbën sakrificën e tij. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që përpiqen edhe mundohen rrugën tonë, ne me lenë Allah do i udhëzojmë ata në rrugën e drejtë. Andaj lutem Allahun azza wa jall që Allah na bëj prej atyre të cilat e përmendim shpesh Allahun. Dhe lutem Allahun që na bëj prej atyre të cilat kërkojnë falje shpesh, shumë herë te Allah azza wa jall me këtë fjalë astaghfirullah, dhe lutem Allahun azza wa jall që Allah na mëshiron, nga gjunat na pastron, dhe lutem Allahun që adhurimet e tona Allah të i pranon, dhe lutem Allahun që çdo musliman dhe muslimanit të gjithë të vdekur Allah të i mëshiron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.